Qyteti i Shkodrës është përballur me 24 orë mungesë të furnizimit me ujë pas ndërhyrjes për lidhjen e rrjetit të ri në stacionin kryesor në Dobraç, ndërsa ujësjellës kanalizime në Shkodër ishte njoftuar se furnizimi do të rikthehet rreth orës 17 të ditës së hënë. Punimet kanë zgjatur më shumë se sa ishte parashikuar, duke përfunduar vetëm pas mesnate. Kjo situatë ka sjellë vështirësi për mijëra qytetar, veçanërisht në kushtet e temperaturave të larta që po përjeton vendi. Sipas njoftimit të ujësjellësit, etapa e parë e punimeve është përmbytur me sukses dhe gjatë këtij procesi është realizuar kalimi i një pjese të rrjetit të vjetër në rrjetin e ri. Institucioni bën të ditur se ekipet teknike kanë punuar gjatë gjithë natës dhe deri në orët e para të mëngjesit për të përshpejtuar përfundimin e ndërhyrjes. Megjithatë, zgjatja e afatit të paralajmëruar ka shkaktuar pakënaqësi tek qytetarët, të cilët u detyruan të përballojnë mbi një ditë pa ujë të pishëm dhe pa furnizim për nevojat bazë familjare. Ujësjellësi ka falendëruar qytetarët për mirëkuptimin, ndërsa ka bërë të ditur se punimet do të vijojnë edhe në fazat e ardhshme, me qëllim përmirësimin afatgjatë të furnizimit me ujë në qytetin e Shkodrës. Edhe për ditën e nesërme, ujësjellës kanalizime në Shkodër ka paralajmëruar ndërprerje të furnizimit me ujë për përfundimin e fazës tjetër të investimeve, por pritet që kjo të konfirmohet në orët në vijim përmes deklaratës zyrtare.